Në Vlorë dhe Fier, rreshjet e dendura të shiut kanë rritur nivelin e plurjeve në lumin Vjos, duke rrezikuar që të dalë nga shtrati. Megjithatë, vërshimi i ujrave përmbyti disa hektar tokë në zonën e urës së Mifolit. Kanan Shakaj, administratori i komunës Novoselu, bëri thirrje banorëve të fshatrave pranë lumit Vjosa, që të tregojnë të vëmendshëm pasi mund të ketë përmbytje më të mëdha. Ne këto familje të anës Vjosës, rreth 50 familje kemi evakuuar, ja larguar, me bakti, me njerëzit, me gjitha gjërat, me masa, dhe vazhdojmë të ndjekë situatën hap pas hapi. Rreshtet kanë lënë pas dëme të shumta në zonat e thella edhe në veri. Kjo është banesa e Sefer Balliut në njësinë administrative Komsi në Mat, e cila rrezikon shembjen për shkak të rënies së dherave dhe gurve. Sefer e Fatmira Balliu kërkoi ndihmë për të pastruar dheun dhe për të ndërtuar një mur mbrojtës. Filloi shembja toks, shiu i madh. Bllokoi murin, hini ujit brenda. Rrezikohet ujit mrena, shembja, si nuk na merrte gjumi gjithë natën, se nuk e di si gdhishim. Ujt në bakti, e në kjo është i smun, nuk së në di barballëm, nuk di në një mofë shtetë si gjithë qerit. Kryetari i Bashkisë Mat Nezir Rizvani tha se situata është e vështirë në të gjithë bashkinë dhe dëmet janë të mëdha. Situata është shumë e rënduar, rreshtet e ditës së djeshme që nga ora 4 deri nga ora 10-11 ishin jashtëzakonisht të mëdha, kanë shkaktuar dëme të jashtëzakonshme në të gjitha njësitë administrative, dhe ura këtu është dëmtuar, është marrë gjithë materiali në dy krahat e shpatullave të urës dhe është e pakalueshme për momentin. Në Lezhë, rreth 910 hektar tokë në fushën e Torovicës, si dhe në zonën e Shënkollit, vijojnë të jenë në pushtetin e ujit. Forcat e ushtrisë janë të përqendruara ende në zonën e Tales për të mbajtur në kontroll argjinaturën e lumit Mat që ka pësuar çarje. Megjithatë, situata duket në kontroll pasi të gjithë hidrovorët janë në punë me kapacitet të plot. Në Kurbin, situata vijon të jetë më e vështirë. Sipas Bashkisë së Laçit, 300 banesa gjatë këtyre 2 ditëve kanë patur prezencë uji duke sjellë edhe dëme tek banorët. Ndërkohë, edhe këtë të njëjtën në shumë zona në veri dhe në jug mungon energjia elektrike.